Të dashur besimtar, të nderuar teleshikues, të dashur radiodëgjues, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë me ju dhe ju urojmë sërish të pjesëmarrjen tuaj në këtë edicion të veçantë që organizon Myshtria e Shkodrës me rastin e muajit të bekuar të Ramazanit. Padyshim se siç e kemi përmendur edhe më përpara përmes ftuarëve të tjerë, të cilët kanë trajtuar këtë tematikë të gjerë, hadithet e Ramazanit ose ndryshe hadithet e agjerimit, janë përcjellur mesazhe, urtësi, këshilla të larmishme fetare që kanë lidhur pikërisht me muajin e shenjtë të Ramazanit, për adhurimet, ritualet e ndryshme që duhet të ketë parasysh çdo agjerues, jo vetëm agjerimi si agjerim, por edhe mundësitë e tjera që janë dhënë nga Zoti Xheleshanu, siç janë namazi, lutjet, duat e ndryshme, por edhe bamirësia, vepra mirë që duhet shprehet pikërisht gjatë këtyre ditëve. Ne kemi kënaqësinë që sot në këtë bashkëbisedim, në këtë emision që organizojmë, kemi të ftuar imamin e xhamisë së Perashit, hoxhen e nderuar Adem Bizga. Mirë se keni ardhur zotëri. Atëherë në emisionin e sotëm kemi disa hadithe përpara dhe ne do t'i trajtojmë, pra do marrim urtësitë nga ana juaj, pikërisht në hadithin që përmendet nga, apo ndryshe transmetohet nga Ebu Darda radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për tij, transmeton se Rasulullahi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, tre gjëra janë prej sjelljeve profetike: shpejtimi i iftarit, vonimi i syfyrit dhe vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën, pikërisht në falje ose në namaz. Atëherë pyetja është kështu: pse është e rëndësishme shpejtimi i iftarit edhe vonimi pikërisht edhe i syfyrit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Si fillim e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë që na i ka dhënë, dhe në veçanti për mirësinë më të madhe e cila është të qenërit të udhëzuar në Islam. Ky Islam i cili brenda tij përmban këto gjëra të mrekullueshme, ku një prej tyre padyshim është edhe muaji i mëndshëm i Ramazanit. Ramazani është një muaj me mirësi të shumta dhe panumërta, ka një lezet dhe një kënaqësi të veçantë për shpirtrat e besimtarëve, dhe prej lezeteve dhe kënaqësive të Ramazanit s'ka dyshim se është edhe iftari dhe syfyri, si dy shtylla të agjerimit, ku njëra është piknisja dhe tjetra është përfundimi. Përfillohet me lëndjen e syfyrit edhe mbaron dita me hapjen e iftarit. Prandaj janë shumë të rëndësishme në vetvete, si iftari si syfyri janë, do të thënë, simbolika shumë të rëndësishme të Ramazanit. Për sa i përket asaj që duhet të nxitohet në bamin e iftarit dhe të shtyhet syfyri, ne këto i mësojmë nga vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga i dërguari i Allahut, i cili është, më thënë, mësuesi jon, është shëmbëltyra jon, është ai i cili na i ka mësuar neve në detaje çdo çështje të cilën e don Allahu Azza wa Jall me e bë, apo të cilën Allahu nuk e don për mu largu nga ajo. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka lidhur nxitimin e iftarit për shembull me khajrin e ummetit. Ka thënë ummeti do të jetë në khajr, do të jetë në mira përderisa e shpejtojnë iftarin. Shpejtimi i iftarit e ka lidhur me mirësinë e ummetit. Pse ne shpejtojmë iftarin? Sepse është një dallim, shpejtimi i iftarit tek ne është dallim nga pjesa tjetër që nuk janë musliman, të cilët e vonojnë hapjen ose çeljen e agjerimit, presin derisa të dalin yjet e para, derisa të rrezohet shumë radh. Dhe ne mos më ngjasu atyre, jemi të porositur që ta shpejtojmë iftarin në momentin që bëhet, momentin që dielli perëndon. Nuk ka nevojë me prit siç bëshin dikur të vjetrit tan, gjyshet tona, për shkak të mosdijes së tyre, edhe pse kanë qenë shumë dashamirëse dhe shumë trujtuna,
kjo buron edhe nga ajo. Një matse nuk kanë ekzistuar. Po, do dalim tek ajo, po e kam fjalën gjyshet tona ose gjyshat tan për shembull, nga devocioni I madh që kanë pas, kishin frikë se mos ndoshta nuk është bë ala dhe kanë prit sa të ersohet komplet, ndërkohë që kjo nuk është në rregull, edhe pse ata njëjtin e kanë pas të mirë, por është e pëlqyeshme në momentin që pretendon me bëj iftar, por sot kjo është zgjidh, sot është kalendar, për shembull. Në momentin që thot muezini Allahu Akbar, për shembull, nuk ka pse pret më ersuar, do thotë që është bën direkt atëherë është mirë me e hap iftarin, me çat ketë një mundësi. Pra kjo është e para. Mbarësi, ka thënë pejgamberi sa për ummetin, e dyta mund ta radhisim mos ngjasim me jo muslimanët, me të tjerët që kanë edhe ata agjërim, sepse agjërimi është ka qenë historikisht në historinë e njerëzimit, nuk është vetëm me ne, vetëm muslimanët, por është ka qenë gjithmonë si një lidhse mes robit edhe Zotit. Po me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka marrë atë gjendjen përfundimentare, domethënë, të cilën na ka shpjeguar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Dhe syfyri nga ana tjetër, me u vënu syfyri, ka shumë urtësi, u vënu syfyri, një prej tyre për shembull është sepse e ndihmon agjërusin me qenë më I fort për ditën e agjërimit, sepse han vonë edhe pin vonë, edhe është më I fort me ashtu. Nga ana tjetër, syfyri është veç për këtë ummet, diçka që se kanë pas tjetër para nesh, specifik veç për këtë ummet, edhe pejgamberi sa me të madhe këshillon që me e bën syfyrin qoftë edhe me diçka krejt vogël, qoftë edhe me një gotë ujë, me një sepse ka thënë në syfyr ka bereqet. Thënë bani syfyr sepse në syfyr ka bereqet. Si dhe ka këshilluar, ka thënë se Allahu I mëshiron ata që çohen syfyr, edhe melaiket bëjnë dua për ata që çohen syfyr, pra ka shumë mirësi. Fitojmë mëshirë prej Allahut, fitojmë duat e melaikeve, si dhe nga ana tjetër jemi më të fortë për nga ana fizike me përballu ditën e agjërimit. Në pikat shkurta, këtë shumë mund të themi në lidhje me kontekstin, kam dëshirë që të shtoj diçka edhe pikërisht për atë që ju përmendet dallimin, dhe sigurisht që agjërimi është shumë I lartë sa është edhe vetë njeriu, siç edhe ne kemi atë ajetin të njohur tashmë të Kuranit famlar që Zoti Gjeleshani thotë, o ju të cilët keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, siç ka qenë edhe I obligueshëm për popujt e mëparshëm. Por sigurisht populli I Hazreti Muhamedi alayhis salam, pra ummeti I tij, ka ngjasim pra si në thelb të agjërimi, por sigurisht ka dallim për sa I përket ritualeve, mënyrës e tjera element që dihen tashmë që janë të veçanta për këtë ummet të pejgamberit alayhis salam. Përveç sa ju përmendet shumë bukur që edhe të sqarohet pra komuniteti I besimtarëve muslimanë në këtë rast, që ka dikush që e pret ezanin deri në fund. I duket sikur nuk duhet të bëhet iftar, nuk duhet të prishet vetëm atë ku mbran ezani. A duhet kështu apo është vetëm ka dy variante, ka dy alternativa, apo është njëherë me dëgjimin e fjalës Allahu Akbar, Zoti është më I madh aty shumë e drejtë. Se shohim në përtezat tona, po dikush fillon, dikush pret derisa të mbarojnë. Kjo hyn te ky hadithi në shpejtimin e iftarit. Momenti që thot Allahu Akbar është sinjali se hyn iftari dhe është mirë me e prish më një herë. Pastaj I përsërit fjalët e ezanit është krejt normal, po me një herë e marr një hurmë ose një pak ujë për me e çuar në vendet e bamin e iftarit sa më për të respektuar pikërisht këtë. Po, kemi edhe pjesën tjetër që besoj se është e rëndësishme. Kemi një pjesë të xhamatlive që nxitohen ndoshta më shumë se duhet. Këtë pikë e keq përdorin këtë nxitimin e këtij iftarit që bëjnë iftar pa u knu ezanin, duke pretenduar se dielli ka perëndu, ka hy koha. E kjo nuk është as pak e bukur, se e prishet unitetin mes muslimanëve. Ramazani është edhe muaji I unitetit. Ne e lëm, domethënë, ushqimin bashkarisht në syfër,
edhe e çelim iftarin bashkarisht. Jo dikush para, dikush mbrapa. Është shumë e bukur pritja e müezinit kur thot Allahu Akbar dhe ton bismillah me e çel. Po jo dikush para ezanit e dikush me prit sa të marrin ezanin. Pra është me rrit unitetin, mos me prish. Të dyja nuk janë në rregull. As kjo me prish pa u knu ezani dhe as kjo tjetër me prit deri në fund sa të marrin ezanin. Me prit ton ezanin, thot Allahu Akbar, e çelim me një hurm ose me një ujë, pastaj Bile këtu kemi edhe diçka tjetër, jo vetëm ezani, por nga herë kur ka kështu iftar të organizuar, ka edhe përshëndetje ose dua do të presin edhe fjalën ose përshëndetjen. Ndoshta kjo vjen edhe nga mungesa e informacionit, sigurisht edhe këto janë raste të mira, pikërisht këto programe, emisione, derset e xhamive tjerë që do të sqarohen këto pika, në mënyrë që të mos veprojmë gjëra të panevojshme të pse mos ta bëjmë sa më mirë që është. Ashtu siç duhet. Jetën profetike siç është, siç ka thënë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një prej sjelljeve profetike, siç edhe përmenden në hadith, është edhe vendosja e dorës së djathtë mbi të majtën pikërisht në namaz. Çfarë kuptimi ka kjo? Çfarë do të thani ose mësimi mund të sjellë? Para se të kalojmë te ajo, nëse më lejon, në lidhje me syfyrin iftarin, 2-3 gjëra të vogla që mos janë shkalojmë, do të thonë. Ka shumë për të fol. Unë i kisha bërë thirrje muslimanëve, besimtarëve tonë dashur që të shfrytëzojnë të dy kohë për dua shumë. Si iftarin, si syfyrin, janë të dyja kohë në të cilat pranohet duaja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar për shembull se duaja e agjëruesit në kohë të iftarit nuk kthehet. Dhe ne vrejmë që muslimanët në këtë kohë e shfrytëzojnë me muhabet dhe me gjëra të padobishme, ndërkohë që është një kohë shumë e volitshme e cila duhet mu shfrytëzu për dua. Mu veçu dikun vetë, çështë është e mujtun, edhe me bëu dua me familje, mund të rrez iftarit dhe para iftarit dhe në kohën e syfyrit kur çosh me syfyrit. Ulesh me familjen tavolin për shembull, janë shtru krejt gjanat gati. Dhe këtë familjarisht pret më knu ezani. Shumë e bukur që me bëjnë dua bashkarisht aty, krysh familjari, me bashkëshorten, me fëmijët, që edhe fëmijët mësohen me këtë gjë shumë të bukur, shumë të dobishme. Bëhet dua, është kohë me shfrytëzu. Edhe koha e syfyrit është koha 1/3 e natës që pranohet duaja. Janë gjëra që duhet mi pas kujdes edhe mi shfrytëzu inshallah, mos mi kalu thjesht me ushqim. Por me shfrytëzu për dua. Pjesa tjetër e hadithit është vendosja e dorës së djathtë mbi dorën e majtë. Një herë radh parë duhet me ditë se ne falemi siç është fal pejgamberi, i cili ka thënë faluni siç shihni mu duke u fal. Dhe ka shumë transmetime, shumë hadithe që sahabët e ndryshëm që janë fal me pejgamberin kanë transmetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur falej vendoste dorën e djathtë mbi dorën e majtë. Alhamdulillah. Kjo është e para. Pra ne e falim namazin siç na ka mësuar pejgamberi. E dyta, në Islam dora e djathtë ka një grad veçantë. Sepse ne si musliman për shembull këshillohemi që çdo punë të mirë ta bëjmë me dorën e djathtë. Për shembull kur hajmë diçka me dorë të djathtë, kur pim me dorë të djathtë, kur japim, kur marrim, kur vishemi, veshim gjithmonë të djathtën. Pra tek ne ka një domethënie të veçantë dora e djathtë, prandaj edhe kjo është do thoja pjesa tjetër që i jep atë pozitën të djathtës mbi dorën e majtë e cila përdoret pastaj për më pastruar shumë radh. Pra shkurt ne krejta iftar, syfyr, namaze, gjithçka që e bëjmë në lidhje me fenë e Zotit e bëjmë sipas mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai është mësuesi jon, ai është i zgjedhur i Allahut për më na mësuar fen, siç ja ka mësuar Xhibrili atij. Për shembull, Xhibrili ka ardhur dhe me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka marrë abdes. I ka thënë shif si marrë abdes, kështu merret abdesi. Ka fal namaz, i ka thënë shif si falet namazi, i ka ardhur herë në fillim kohës, herë në fund kohës. Ka pa Xhibrilin edhe të njëjtën e ka bën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të njëjtën që ja ka mësuar Xhibrili nga ana Allahut, na ka mësuar neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra feja që ne kemi është fe e bazuar në shpallje, të cilën ne e zbatojmë sipas mësimeve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç Allahu ja ka mësuar me anë të Xhibrilit. E kjo është bukuria e kësaj fesë. Prandaj edhe Islami është
është unitet, kërkon një unitet madh, sepse ne e kemi jo sipas dëshirave, sipas qefeve, pa kemi me bazë, alhamdulillah, kemi çdo gjë të qartë. Thjesht musliman duhet me i ditë siç duhet, siç puna e, siç thonë ezanin. Bëhet ezani me prit deri në fund është mirë, ndërkohë që mirë është me hap direkt. Sepse ajo është parsore, Është parsore, edhe pse s'ka ndonjë problem që ose e pret, nuk ka se të prishet dita diçka, por ne themi atë që është më mirë. Që është më mirë, Që është më mirë. është më mirë. Okej. Atëherë kalojmë në hadithin tjetër të transmetuar nga Ebu Huraira radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, tregon se një nomad erdhi tek Rasulullah pejgamberi alayhis salam dhe i tha: Ja Rasulullah, i dërguari i Allahut, më tërgo për një punë të cilën në qoftë se e veproj do të hyj në xhennet. Pejgamberi alayhis salam i tha: Adhuroj Allahun dhe mos i shoqëro atij asgjë dhe asnjëri në adhurim. Fale namazin, pra në këtë rast farz, jepe zekatin, që është farz, dhe agjëro muajin e Ramazanit. Nomadi, pra vazhdoi përsëri duke i thënë, pash atë që shpirti im është në dorën e tij, pra të Zotit, Azza wa Jall, nuk kam për t'i shtuar gjë këtyre që më the. Ndërsa pejgamberi alayhis salam kur ai u largua tha, kush dëshiron të kënaqet, duke parë një njeri prej xhenetit, le të shikoj atë person, pra pikërisht nomadin. Hadithi është pra goxha i gjatë, por shumë i rëndësishëm, dhe pse pejgamberi alayhis salam pyetja përmend, domethënë është kështu përmend vetëm këto 4 gjëra, domethënë këto 4 element, pikërisht me këtë person. A thuhet se kjo është Islami, kjo është feja? Atëherë ka disa hadithe të ngjashme me këtë. Për shembull, është një hadith tjetër, transmeton një sahabi tjetër, Xhabir radiallahu anhu, ku thotë se ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë: Ja Rasulullah, nëse unë falin namazet obligative, nëse unë agjëroj, e nëse unë halalin e konsideroj halal dhe haramin haram, a shkoj në xhenet? I ka thënë po, shkoj në xhenet. Është për shembull një tjetër, i ngjashëm këtë, pra për me tregu se ka disa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë pak a shumë të njëjtën përgjigje. Një rast tjetër, për shembull Abu Huraira transmeton edhe atë hadith ku thotë se ishim një rast me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alayhis salam më mërzit dhe filloi të çaj dhe filluam edhe ne të çajmë gjithë pa kuptu shkakun se po çon pejgamberi. Ata kanë jetu me të, domethënë. Kanë përjetu gjithçka me të. Ka qenë pejgamberi, kanë qenë edhe këta pa di pse po çon pejgamberi. Tha pas një çasti e ngriti kokën. Dhe pa me se në fytyrën e tij kishte një rrezatim, kishte një gëzim. Dhe kjo për ne ishte më dashur se sa edhe devet e kuqe që atje kanë qenë më të shtrenjta. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që falet, ai që agjeron, ai që jep zakatin, ai që ruhet prej harameve të mëdha, ka me hyrë në xhenet. I dha atë që hariq. Pyetja që bati, pse këto? Këta janë bazat. Pse janë këto që e shtin njeriu në xhenet, domethënë, nuk janë të tjera. Në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se Allahu azza wa jall ka thënë në një hadith kutsi se robi jam nuk më afrohet mu me diçka më të dashur tek unë se sa ato gjëra që ja kam obligu. Obligimet që kanë ndaj tij janë gjërat më të dashura për Zotin. Pastaj vijnë ata që janë obligim, që janë vullnetar. Ka thonë, njeriu vazhdon për shembull të bëjë gjëra vullnetare derisa unë ta du. Kur unë atë du, bëhem shikimi me cilin shikon, bëhem dëgjimi me cilin dëgjon, bëhem dorë me cilin prek, e bëhem këmbë me cilin shkel, nëse ai më kërkon diçka unë i jap, nëse kërkon mbrojtje unë mbroj kështu me radhë. Domethënë, këto janë bazat e fesë. Si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Islami ndërtohet në 5 baza që janë bazat kryesore. Këta janë bazat kryesore, të cilat pastaj kanë tjerat. Shahadeti, namazi, agjërimi, zakati dhe haxhi, këta janë baza. Një musliman i cili i thot vetes besimtar, musliman, duhet me pas parasysh se duhet me besu me zemër. Atë besimin e tij e shpreh, që thot ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu.
unë dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dhe këtë gjë si e shpreh është pastaj duhet me e hedh në praktik. Mas me lënë thjesht në fjalë. Unë jam muslimane, unë kam zemrën e mirë, e di si një pjesë e kam zemrën e mirë, si bëj keq kuj, ama nga ana tjetër s'e di deri në xhami, as agjuron. Domethënë këta janë mashtrimet e shejtanit. Aja çka është tamam është atë çka ti e shpreh se je besimtar, beson në Allahun, beson pejgamberin, beson ditën e gjykimit, shumë radh, duhet me shpreh në praktik në jetën tënde. Dhe këta janë praktikimi i atyre që na besojmë. Namazi për shembull. Namazi është adhurimi më i rëndësishëm në Islam. Është takimi i robit me Zotin 5 herë në ditë. Domethënë është pyetja e parë që do të ballafaqohet njeriu në ditën e gjykimit me Allahun Azza wa Jall. A ke fal namazin? Domethënë. Pastaj agjërimi, siç është agjërimi Ramazanit obligim. Agjërimi është i jashtëzakonshëm. Zakati atë. Zakati për obligimeve të atyre që e kanë plotësuar të kuotën për me dhënë zakatin, apo haxhi ata që kanë mundësi shumë radh. Ta janë baza, një njeri që don me shku në xhennet, pra se fundi i kësaj thot me shku në xhennet, aty është kajt esenca. Gjitha këto gjëra ne, namazet e agjërimit e çdo punë të mirë që e bëjmë, e kemi një qëllim. Qëllimi është me fitu kënaqësinë e Allahut që për me hyrë në xhennet. Pra këta janë gjëra me të cilat shkohet në xhennet. Në xhennet nuk shkohet me pralla, nuk shkohet me pallavra kot me unë kështu, shkohet me punë. Si çdo gjë në dynjan që arrihet me punë, edhe xheneti fitohet me punë. Këta janë bazat me të cilat shkohet në xhennet. Lind pyetja, a mund shkojë një njeri në xhennet me kryvesh farzët? Përgjigjja është po, se është hadithi i qartë. E kupton? Po nga ana tjetër, a duhet një musliman i mirë që pretendon se e don pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pretendon se e ndjek, më mjaftu është me farzë. Ai e kryen si obligime, po ku shkoj dashuria për pejgamberin, dashuria e të vepruarit siç ka vepruar ai. Fal farzin edhe ik, jo pse. Edhe 2 minuta, fal edhe sunetin. Sepse ke problem, se ke obligim, po ke problem të madh për shembull, s'ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush i fal 12 rekat namaz në ditë. Për flitet për 12 rekat nafile që janë obligim jashtë farzave, i ndërton Allahu shpinën në xhennet. A nuk këton ti? Me pas i shpinën në xhennet. Pra, një musliman i mirë, thanë krejt shkurt, nëse dëshiron xhennetin, këta patjetër duhet mi bë. Kupton? Sepse kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe shumë ajete kalojnë innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannat. Pra ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, besimi lidhet me punë. Këta janë bazat e këtyre punëve, të cilat pastaj shoqërohen edhe me punë tjera, siç janë nafilet, qoftë namaz, qoftë në agjërim, qoftë në umre, jashtë haxhit, qoftë sadaka, jashtë zakatit. Janë gjitha këta pastaj që e kompletojnë dhe e plotësojnë njeriu bazën e Islamit. Përveç saj, i nderuari Pizga, që ju e përmendet, më kujtohet edhe mua një hadith tjetër i pejgamberit alayhis salam kur është pyetur nga një person se cila është gjëja më e mirë në Islam. Rasulullah është përgjigjur, domethënë të ushqesh njerëzin dhe të jepësh selam atij që njeh dhe atij që nuk e njeh. Edhe këtu ndoshta në pamjet e jashtme ne mund të kuptojmë se sikur kjo është Islami, por realisht nuk është ashtu. Është pjesë. Pra dhënia selam është një vepër e mirë, sadakaja, lëmosha, pa dyshim, por jo që e plotëson Islamin. Sepse pejgamberi alayhis salam është Rasulullah, pejgamberi dhe ai me frymëzimin hyjnor ka kuptuar çdo njeri. Pra nga situatën atij edhe ai që ka pyetur ka pasë kjo i ka munguar atij. Pra i ka munguar ndoshta dhënia selam që duhet. I ka dhënë recetën gjithë cilit që ka pas nevojë Islamin. Sikur është edhe kjo receta që ne trajtuam për nomadin, ai mund të ketë pasur vepra të tjera të mira, por i kanë munguar këto pikërisht që janë esenciale, bazë siç e përmendet ju, namazi, zakati, agjërimi, pra për ta nxitur më shumë për të qenë pjesë këtyre bazave të themeleve që e çon njeriu në fond në xhenet, se kjo është ajo gara që bëhet. Pra ka shumë pyetje që janë bë pejgamberi sa pra që ta kuptojnë edhe të shikuesit. Një pyetje taktika e pejgamberit alayhis salam. Një pyetje prej disa personave dhe kanë marrë përgjigje të ndryshme. Kjo është urësi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili
si puna e mjekut që gjithsesi t'ja jep recetën që ka nevojë, që ka jo nevojë. tan smurve të njëjtën recetë, se Ja, jo që tan ka kanë të njëjtën problem. Sipas problemit. Pejgamberi sa i ka Nuk jep një psikologjisë dash, njerëzit, po, ju ka ditë problemet dhe në Problemet. bazë problemit kanë si për shembull. E ka ardhur një që ka qenë shumë nervoz, si natyrë i shumë. po, Edhe i ka thënë, ja Rasulullah, më këshilla, i ka thënë, mos u nervozos, mos u nervozo. po. Ja Rasulullah, më këshilla, mos u nervozo. 3 herë rresh, pse kjo ka qenë receta që ja dosh Receta atij. që ka pas nevojë, po. Tjetri i ka thënë, ja Rasulullah, më këshilla, i ka thënë cila është puna më e mirë. I ka thënë falja e namazit në kohën e vet. Në kohën e Do të thotë që ka pas probleme me person faljen në kohën e vet. Pra pejgamberi sa sa ju ka gjetë recetën secilit që ka pas nevojë. Kjo ka qenë prej urtësisë së Allahut që ja ka dhënë atij. Atë jemi në fund të këtij bashkëbisedimi, kemi edhe një hadith tjetër, unë e citova edhe pak më sipër, nuk janë vetëm hadithet e Ramazanit, por janë edhe hadithet e agjërimit. Pra kemi të bëjmë edhe me agjërim vullnetar nafile. Dhe marr shkas nga një hadith që është transmetuar nga tregon ndryshe Ebu Qadade, se pejgamberi alayhis salam u pyet për agjërimin e ditës së Arafatit. Dhe tha, shpresoj tek Allahu se agjërimi i ditës së Arafatit do t'i shlyjë gjunahet e vitit të kaluar dhe ato të vitit të ardhshëm. Atëherë, pse agjërimi i Arafatit ka pra një shpërblim kaq të madh? Agjërimi, tamam, e 2 viteve. E 2 viteve. Atë që ka kaluar dhe Edhe atij që vjen. Por edhe kërkojmë të dimë se cilët janë këto gjunahe, se gjunahet ndarë apo jo. Patjetër. Si thamë edhe parë, ne kemi obligime edhe adhurimi jashtë obligimeve që pastaj e ngrisin njeriu më shumë te Zoti xhalesha. Për shembull, ne obligim agjërimin kemi veç Ramazanin. Muaji Ramazan është si obligim që çdo musliman i moshërritur, i shëndetshëm me shumë raste që janë ata kushtet duhet me agjëru. Nga ana tjetër kemi agjërime vullnetare, siç janë, na kanë ardhur nga pejgamberi agjërimi i ditës së hënë, i ditës së ejte, i ditëve të bardha në mesi i muajit, i ditës së Ashurës për shembull, ku një agjërimi e saj dite i fal gjunat e një vitit, i ditës së Arafatit për cilën po flasim, për cilën pra pejgamberi më ka thënë, shpresoj se agjërimi i kësaj dite i fal gjunahet e vitit kaluar me vitit të ardhshëm, 2 vite. Pse, do të thonë, ka shumë. Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit. Ose dita e Xhumah është dita më e mirë e javës, dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit. Është një ditë krejt e veçantë dhe është kulmi i riteve të haxhit. Ku pa te nuk e kry haxh, nëse shkon në Arafat. Haxhi është Arafat. Është dita e Arafatit është dita ku na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu zbret në qiellin e dynjas. Allahu zbret në qiellin e dynjas dhe ju mburret me laikeve me haxhilerët që kanë shkuar atë, duke thënë shikoni robt e mi, si kanë ardhur nga larg të lodhur të raskapitur për të më adhuruar mua. Hadithi është i gjatë, në fund i thotë ju jeni dëshmitar që unë i fala ata, edhe ata për cilët ata kanë bërë dua. Është një ditë me vlerë shumë të madhe, por Allahu zbret në qiellin e dynjas dhe krenohet me ata njerëz. Prandaj edhe agjërimi dhe çdo punë që bëhet në këtë ditë e ka vlerën e veçantë siç është vetë kjo ditë. Gjunahet që falen, simas dietarëve janë gjunahet, kryesisht gjunahet e vogla. Për shkak se gjunahet e mëdha kanë kushte. Gjunahet e vogla falen komplet inshallah, gjunahet e mëdha kanë kushte, siç e dimë na kushtet për shembull është pendimi, heqja dorë nga ajo kërkimi i falje, vendosja mos më kthy më në atë gjuna. Nëse ka hak robit mi kërku halallek atij që i ke hyn hak, apo se nëse është diçka që mund t'ja kthesh anë materiale me ja kthy kështu më radh. Pra ajo s'ka bëhet fjalë për gjunahet që falen këtu për 2 vite apo për ditën e Ashurës 1 vit, janë pikërisht gjunahet e vogla. Pra është një ditë e jashtëzakonshme, është një ditë që ka specifika të shumta për cilat na ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj edhe agjërimi këtë ditë është e veçantë. Një bajthirrje muslimanëve që këto data të rëndësishme, edhe pse janë obligim, t'ja obligojnë vetes në farë mënyrë të nxisin veten edhe që ti nënshtrohen këtyre adhurimeve, ti bëjnë këto adhurime se fitojnë shumë, edhe pse nuk kanë. Se kush nuk dën më fal gjinon 2 vite është problem shumë i madh.
Atëherë pothuajse në fund të këtij bashkëbisedimi, do ishte me interes edhe të dim për aktivitetin e Imam Adem Pizgës, pikërisht në Ramazan, ose ndryshe një mendim ose një analizë e shkurtër se si është kaluar Ramazani në vitin që jemi sot, si vjet. Ramazani Ka ndonjë dallim me vitet e kaluara? Ramazani sa herë që vjen ka atë emocionin e veçantë që i dhurojnë besimtarit. Ne e kena prit pra, me nuk është një ka një fjalë, besimtarët me si që presin. Edhe kur vjen pastaj bëjnë gara, i shikon se si njerëzit janë në përqoshe xhamive, në për kolona me i Kur'an dorë, se cili lexon, pra ka një përkushtim të veçantë këtë muaj të besimtarëve. Shohim se si për shembull në sabah, që është në namazet më vështira, në sabah se si mushët vinë shumë, elhamdulillah, vinë falin sabahin me shumicë, njerëz që ndoshta gjatë vitit nuk kanë ardhur në sabah, në Ramazan vinë. Ashtë pastaj janë edhe vakte tjera që shef numrin e besimtarëve se si është rrit në krahasim me kohën e Ramazanit. Pastaj është kulminacioni i kallabllekut që është taravia, që mushen me burra e me gra edhe me fëmijë, që plus që ka fëmijë që falen, ndoshta bëjnë edhe pak zhurmë brenda, edhe ka lezetin e vet. Po ka dhe fëmijë është në borët që lozin. Krijon një atmosferë. Është një atmosferë e zakonshme, krejt, jo vetëm ne të mëdhejt, aty që presin me bëj ibadet, po janë tana shtresat që mezi që presin Ramazanin, edhe e shijojnë në forma të ndryshme, si puna këtyre fëmijëve, që presin mu bashku bashkë në Ramazan, me dalë në bord xhamis, atje me lujt, edhe pse mund të krijohet pak zhurmë, po është atmosferë shumë e këndshme. Dhe këtë vit Ramazani, krahasim me vitet e tjera, do thoja është edhe ky aspekti i kohës, se është më fresk, dita më shkurtër, kupton, sikur nuk nihet, domethënë thjesht pak dita pare, dytë, kurse pjesa tjetër nuk nihet hiç, alhamdulillah. E lutim Zotin që të na e lehtësojnë dhe të na i pranoj agjërimet dhe gjitha punët e mira dhe ju bëj thirrje, shfrytëzoni këtë muaj sa të mundeni, sepse siç ka thënë Hasan el Basri, muaj Ramazan është mejdan në të cilin njerëzit bëjnë gara, kush fiton më shumë. Festabikul khairat, pa, bëni gara për të mira. Ka fitu thot ai që deli pari dhe ka humb ai që me të mbrapa. Të mundohemi me bëgara sa më shumë, me fitu sa më shumë. Atëherë këtë marrim edhe si mesazh të fundit në këtë emision. Unë të falenderoj për pjesëmarrjen, por për gjitha mendimet dhe këshillat, mesazhet që ndatë sot me ne në këtë tematik, hadithet e Ramazanit, hadithet e agjerimit, që vjen në kuadër të këtij programi. Ju falenderoj, zotëri Adem. Edhe unë ju falenderoj. Zoti shpëlbeft. Të nderuar besimtarë, këtu dhe vjen fundi pra këtij emisionit të sotëm, kësaj puntate, ku kishim të ftuar imamin e xhamisë së Perashit, teologun Adem Pizga, me cilin trajtuam këtë tematik të gjerë, që është hadithet e Ramazanit, të agjerimit. Takimi i radhës do jetë inshallah pas 2 ditëve që i takon, pra se transmetimi i emisionit është i larmishëm. Kemi edhe programet e tjera, por bashkëbisedimet janë të herpashershme, dhe kështu që ne shpresojmë që të jemi inshallah sërish bashkë me të ftuarin e radhës deri në atë kohë si për herë dhe gjithmonë lutemi që të jemi në kujdesin dhe rahmetin, mëshirin e Zotit Gjeleshanu. Nga unë Arben Halluni, ju uroj iftar të mirë, agjerim të pranuar. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.